Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish së bashku, ka qenë në fakt një diskutim ditë me radhë se gjesti po humbën ndjekës, po humbën klikime, po humbën followers, sa publiku po e merr inat, publiku nuk e do, por nuk është kështu. Nuk ka njëri që e merr inat gjestin, nuk ka njëri që nuk e do gjestin, përkundrazi gjesti është shumë pozitiv dhe është shumë kreativ. Në Live from Tirana ka dalë një top 5 se kush janë 5 banorët e Big Brother VIP Albania 4 që janë më të ndjekurit në rrjetet sociale dhe si shkojnë kjo 5 me ndjekës. Social Top 5 është një rubrik në emisionin Live from Tirana që sjell vëmendjen tek personazhet e famshëm, qofshin ata shqiptar apo të huaj, teksa të gjithë jemi gjithë sy e vesh se çfarë postojnë yjet në rrjetet sociale. Kjo ndikon dhe te numri i tyre të ndjekësve në Instagram. Tashmë të gjithë vëmendjen ka kaluar tek Big Brother VIP 4 dhe ish banorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Le t'i hetim një sy personazheve që kanë fituar më shumë ndjekës gjatë kësaj jave. Në vend të 5, për herë të parë renditet Gjesti, i cili këtë herë rezulton me një humbje nga 610.000 followers. Gjesti ka humbur 1.000 ndjekës dhe tashmë numëron 609.000. Do me thënë Gjesti ka humbur 3.000 gjatë gjithë kohës, por pati rënje ngritje dhe pati minus 1.000 ndjekës. Do me thënë 1.000 followers kanë bërë unfollow Gjestin nga Instagrami. Arsyet janë në pikpyetje shumë të madhe, ndoshta mund të ndikon dhe fakti i mos transparencës të tij në lidhje me raportin me Eglin, dashurinë me Eglin, mund të ndikon fakti i mos daljes të tij publike, pasi që publiku e ka shumë qejf që personazhet që i ka me zemër t'i shikojnë live në Instagram, në rrjetet sociale dhe të ketë një dritare komunikimi me to, ndoshta kjo ka të bënë, por do me thënë Gjesti ka minus 1.000 ndjekës. Rozana Radi nuk ka patur asnjë ndryshim nga java në javën e kaluar dhe numëron sërish 469.000 followers. Do me thënë Rozana qëndron aty. Rozana nuk është se ka bërë ndonjë skandal, nuk është se është marrë shumë me jetën publike, thjesht që ka publikuar fotografinë që do të bie një këngë me Young Zerkën edhe Noizin, do me thënë së shpejti, në fakt do të rikthen një projekt interesant që e ka patur dikur dhe po përgatitet për këtë projektin dhe po përgatitet për këtë gjën dhe nuk merret shumë me rrjetet sociale, po thuajse nuk është fare aktive dhe normalisht që nuk ka as rritje dhe as rënje, pasi që ka qenë koherente që në momentin që ka dalur. Në vend të tretë renditet Egli Tako me vetëm 1.000 ndjekës të shtuar, do me thënë në qoftë se Gjesti ka patur minus 1.000 ndjekës, të cilët i kanë rënë nga Instagrami i tij. Në këtë rast kemi Eglin që 1.000 ndjekës të shtuar, do me thënë që mund të nënkuptojmë që 1.000 fansa të Gjestit, të cilët kanë filluar ndoshta të mos e pëlqejnë Gjestin, janë kthyer në 1.000 fansa të Eglit. Do me thënë Egli shkon nga 361.000 në 362.000 ndjekës në Instagramin e saj. Më falni. Dashuria është shumë e madhe dhe dëshira për të ndjekur Eglin dhe për të kuptuar në fakt nga jeta e Eglit është shumë tepër shumë e madhe. Dhe Gerta Gixhari nga ana tjetër ka fituar plot 12.000 ndjekës. Do të thënë Gerta kryeson në radhitje në këtë numër, por ka një kryesues tjetër në këtë rast. Flasim si numër, do me thënë në javë kryeson e dyta Gerta me 12.000 ndjekës nga 108.000 që numëron të javën e shkuar, tani ajo ka 120.000 ndjekës. Dhe e para që u vë këmbën të gjithë këtyre, dhe Gjestit dhe Eglit, është Loredana Brati që ka shtuar plot 13.000 ndjekës. Nga 149.000 fansa, ajo numëron 162.000 fansa në faqen e saj. Do me thënë, në për 7 ditë në një përllogaritje, Loredana Brati ka shtuar 13.000 ndjekës në faqen e saj, ndërsa banori Big Brotherit i cili ka rënje në ndjekës është Gjesti që ka me minus 1.000 ndjekës. Dua të marr mendimin tuaj për këtë situatë që po ndodhen me artistët shqiptar.